Sektori energjetik është sektori i garave të hapura ndërkombëtare dhe një pranije masive të kompanive me reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar në pjesëmarrjen në këto gara. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë ta nënvizoj, me që jemi në një fazë të historisë sonë kur fjala korrupsion është si ato këpucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme, serioze, që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë sado të vogël lidhur me integritetin e garave dhe me proceset e stabilizuara dhe të konsoliduara në këtë sektor. Besoj që të njëjtën dëshmi mund ta japin faramirë amerikanët që kemi këtu nga ana e sektorit privat, bashkë me të tjerët, sepse jo vetëm që nuk kanë ndeshur në Tiranë asnjë pengesë kësaj natyre, por përkundrazi e kanë pasur qeverinë në krah në çdo hap, edhe për të kapërcyer dhe pengesa burokratike absurde në nivelin vendor, ku është e mirëkuptueshme, besoj unë, për një bashki të vogël dhe tërësisht të pa mësuar me futjen në territorin e projekteve të një ariu kaq të madh sa CWP-a, që kishte edhe ndrojtje, ngurim, rezerva etj. Por sot jemi këtu, i kemi kapërcyer pengesat dhe ajo që është më e rëndësishme në ndërkohë, kompania ka pasur garancinë e plot nga ana jonë që ky proces do të shkonte deri në fund dhe nuk ka humbur kohë, po është përgatitur me gjithë projektet e zbatimit etj. Dua të theksoj edhe një gjë tjetër që është e rëndësishme, që kompania na ka bërë një përshtypje të veçantë në ndjeshmërinë për mjedisin. Na ka bërë një përshtypje të veçantë në sensin e përgjegjësisë sociale. Pra, qoftë në aspektin e kujdesit për ekuilibrat mjedisor, qoftë në aspektin e vëmendjes për të mbështetur komunitetin, për të mbështetur zhvillimin atje, duke u bërë pjesë në investime për rrugët rurale e kështu me radhë, kjo kompani vërtet ka zënë një vend të merituar në territorin e respektit tonë dhe unë jam shumë falenderues dhe duke parë Shqipon që është atje, që nuk e kam marrë vesh akoma që është, a është shqiptar, a është bulgar, a është amerikan, a është spion, nuk e di, po gjithsesi dua t'i them që është përgjegjësia jote që ta çosh deri në fund atë që juve keni prezantuar si ndjeshmëri për aspektin social të projektit. Dhe në fund fare, duhet të them që sot Shqipëria është në një nivel krejt tjetër, edhe është një Shqipëri krejt tjetër. Unë nuk besoj se një dekadë më parë do ta imagjinonte dot ndokush që Shqipëria do të bëjë palë me Emiratet e Bashkuara dhe me Italinë për të ndërtuar një bashkëpunim trilateral në funksion të energjisë në Europë, jo në Shqipëri. Për sa i përket energjisë në Shqipëri, ne jemi me kaq sa kemi në proces dhe me rreth 1500 megawatt të tjera që janë në ndërtim, në
proces licencimi, nevojat tona të brendshme për sovranitetin ton, ne I kemi garantuara. Por ne jemi më ambicios se kaq. Dhe kur them për energjinë në Europë, kam parasysh rritjen e kapacitetit këtu në Shqipëri në mënyrë që ne nga një anë të kontribuojmë në sigurinë energjetike të Europës, por nga tjetër të bëjmë edhe ne para për fondin e Republikës Shqipërisë njësoj si tjerët. Dhe jo thjesht mbledhje më e mirë e taksave dhe shpenzim I taksave për të blerë energji jashtë, siç u bë për shumë vite me radhë. Dhe falë kësaj trilaterale, ne do të kemi edhe një avantazh tjetër, shumë të madh. E tha parafolsi im I nderuar, kur foli për krahasimin dhe për avantazhin e Shqipërisë për shembull në raport me Serbinë, që është një ekonomi më e madhe dhe është një treg ku ka investime domethënëse dhe serioze, kur tha që pikërisht pse ne jemi 100% të gjelbër në prodhimin e energjisë, ne nuk kemi barrën që t'i paguajmë të shkuarës taksën e karbonit, e cila në Serbi është shumë e rëndë. Dhe për këtë arsye, kompania dhe kompanit e shikojnë me shumë interes Shqipërinë. Dhe duke u kthyer tek partneriteti trepalësh me Emiratet dhe me Italinë, arsyeja pse Italia dhe Emiratet janë të fokusuar te ky partneritet me ne, nuk është se unë vesh atlete të bardha, por është se Shqipëria ka këtë avantazh që prodhon dhe shet energji të pastër. Vlera e cilës në portofolin energjetik të Europës është shumë e lartë, krahasimisht me energjinë që vjen nga burimet fosile. Ju falenderoj shumë për punën që keni bërë, edhe pa diskutim që ne do të jemi në mbështetjen tuaj deri në fund. Dhe shpresoj shumë që të mbani fjalën për afatet, edhe për interesin tuaj, edhe për tonin, dhe ndërkohë një korrigjim vogël do t'i bëja shefit madh, kur tha që Shqipëria është treg I vogël. Shqipëria është treg I vogël, por Shqipëria është një pikë me një kapacitet mas strategjik, sepse dihet ju do të prodhoni këtu nga era dhe do eksportoni. Kështu që tregu juaj është Europa. Apo jo. Se po mos ishte Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më I vjetër edhe tregtarët më të pa diskutueshëm nuk do I kishin vënë syrin dhe s'do e konsiderojnë Shqipërinë si pikën e mjaltit në gjithë Europën. Apo jo. Kështu që duke u bazuar tek mençuria miraveçare e Kinës, edhe duke u bazuar tek eksperienca dhe uria përfitime e Amerikës, ne jemi fiks vendi I dur, në kohën e dur për ju edhe për të gjithë të tjerët që duhet të vinë këtu në këtë treg të vogël për të kapur tregun e madh që është jashtë kufive të këtij vendi të vogël. Shumë faleminderit. I nderuar kryeministër, e nderuara zonja Van Horn, I nderuar zoti Petrit Ahmetaj, të gjithë të ftuar bashkëpunëtor, të nderuar përfaqësues së kompanisë amerikane CWP. Sot është një kënaqësi e madhe të jemi
këtu sot për të prezantuar një projekt I cili më shiron vizionin e qeverisë shqiptare për sa I përket zhvillimeve energjetike. Një projekt që lidhet me energjinë, por mbi të gjitha dëshmon qartë strategjinë tonë afatgjatë për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përgjegjësinë ndaj brezave që do të vinë në vendin tonë. Parku eolik I Tropojës nuk është thjesht një investim energjetik. Ai është një simbol I transformimit që po përjeton Shqipëria, një transformim drejt një ekonomie të qëndrueshme, më të fortë dhe më të hapur ndaj inovacionit. Ky projekt dëshmon se sektori energjetik shqiptar po hyn në një fazë të re, ku investimet private dhe investimet e huaja direkte po shndrohen në motor të rritjes fal partneriteteve serioze dhe vizioneve afatgjata. Shqipëria po kalon nga varësia pothuajse e plot nga hidrocentrale deri para pak vitesh në një model modern të balancuar energjetik, ku diversifikimi I burimeve nuk është më një zgjidhje, por është domosdoshmëri strategjike. Ky tranzicion nuk është vetëm një ide apo premtim. Është një realitet që po merr formë çdo ditë, I matshëm me shifra konkrete, I matshëm me megavator, që ndryshojnë hartën energjetike të vendit. E kemi nisur këto rrugtim të gjatë në vitin 2018, kur për herë të parë qeveria shqiptare filloi të fliste për një strategji që do të bazohej mbi diversifikimin e burimeve. Jo më varësi nga kushtet atmosferike të motit, jo më varësi nga hidrocentralet e ndërtuara gjatë kaskadës së Drinit, apo edhe ato të jugut, pavarësisht se tashmë nuk I përkasin stokut të hidrocentraleve shtetërore, por një skem e re energjetike e cila do të bazohej mbi diversifikimin, mbi krijimin e burimeve alternative, ashtu siç ishin ato të energjisë diellore, por më pas edhe ato eolike. Ky tranzicion nuk është vetëm një ide apo një premtim, ai është një realitet që po merr formë çdo ditë, I matshëm me shifra. Investimet e huaja direkte janë treguesi më I qartë I besimit në stabilitetin ton ekonomik dhe padyshim institucional. Sot ky besim në Shqipëri është I dukshëm dhe I matshëm, pasi vetëm në kohët e fundit, në vitet e fundit, mbi 1.5 miliard euro investime private janë angazhuar ose janë në proces në sektorin e energjisë, kryesisht në burime të rinovueshme si energjia diellore dhe ajo e erës. Gjithashtu edhe disa hidrocentrale me impakt të ulët mjedisor. Gjatë këtyre viteve, në tërësi në sektorin energjetik shqiptar janë angazhuar mbi 2 miliard euro investime private të përqendruara në burimet rinovueshme dhe sot kemi mbi 700 megavator kapacitete të reja gjeneruese private fotovoltaike të instaluara dhe që ndodhen në operim, si dhe 400 megawatt kapacitete të shtuara vetë prodhuese. Kemi gjithashtu një portofol projektesh që në vitet e ardhshme pritet të çojë kapacitetet e reja prodhuese të rinovueshme të vendit më tej se 1500 megavator me teknologji fotovoltaike dhe eolike. Gjithashtu kemi mbi 1600 megavator kapacitete të reja depozituese në fazë studimi dhe vlerësimi financiar. Vetëm në energjinë diellore, Shqipëria ka kaluar nga projektet pilot me impiante të shkallës së madhe. Parku fotovoltaik I Karavastas, një nga parqet më të mëdha në rajon, I cili tashmë prodhon 140 megavator kapacitet të instaluar, është sot një nga projektet që e bën Shqipërinë krenare dhe e kthen në një model për t'u ndjekur në të gjithë rajonin. Në energjinë e erës, për herë të parë në historinë tonë energjetike, Shqipëria po hyn në fazën e realizimit të projekteve konkrete, nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP, me kapacitet të pritshëm për t'u instaluar 600 megavator. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një rezultat I një politike të pastudiuar, vjen në bazë të një strategjie dhe për të thënë të drejtën kur vin tek parqet eolike, dua ta them këtu dhe dua të përgëzoj CWP-n për të gjithë intensitetin me cilin ka punuar, për bashkëpunimin që ka pasur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe padyshim
edhe për vështirësitë që ka hasur gjatë punës, pasi duhet thënë që parqet eolike kanë një vështirësi më të madhe gjatë studimit dhe padyshim gjatë ndërtimit të tyre. Qoftë kjo për shkak të zonave, korridoret e erës në Shqipëri ndodhen mbi lartësinë 120 metra, pra flasim për zona kryesisht kodrinore dhe mbalore, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që për të ndërtuar një projekt të tillë ka nevojë për një kohë ngjizje që quhet koha e studimit 4 stinore ose ndryshe 12 muaj. Pra janë projekte të cilat kërkojnë një kohë të gjatë implementimi, studimi, por nga ana tjetër, sigurisht, pasi ato ndërtohen ashtu siç duhet dhe me gjithë studimet e duhura, kanë impakt të jashtëzakonshëm në energjinë dhe si rrjedhojnë në ekonominë e një vendi. I gjithë ky diversifikim na bën më të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimaterike, që për të thënë të drejtën kohët e fundit kanë qenë dhe të prekshme. Unë këtë takim sot, këtë event sot, shpresoj që të jetë një augur i mirë edhe me diellin që ka dalë, pas një 10 ditëshi shumë sfidues në të gjithë Republikën e Shqipërisë, që sigurisht ka të bëjë me rreshtet e shiut, ka të bëjë me prodhimet e hidrocentraleve që ne kemi në të gjithë vendin, por mbi të gjitha ka të bëjë me ndryshimet klimaterike, pasi ka prekur të gjithë rajonin. Projekte që po zhvillohen nga kompania CWP është shembulli i qartë i qasjes që qeveria shqiptare ka ndaj energjisë të rinovueshme dhe ekonomisë qëndrueshme. CWP është një kompani lider në energjinë e rinovueshme në Europën juglindore dhe angazhimi i saj në Shqipëri do të sjellë veç tjerash edhe përvojë të pasur dhe eksperiencë globale të projekteve të këtij lloji dhe të kësaj shkalle. Me afro 6 gigawatt kapacitete energjetike të zhvilluara ndërkombëtarisht dhe një portofol projektesh në zhvillim me një kapacitet të kombinuar prej 7 gigawatorësh në të gjithë Europën juglindore, CWP prezantohet si një garanci e fortë për një histori të re suksesi me parkun eolik të Tropojës. Këto investime private kanë një impakt të drejtë për drejtë në sektorin energjetik shqiptar, duke kontribuar në rritjen e prodhimit vendas të energjisë, ulin varësinë nga importet, veçanërisht në vitet e thata, përmirësojnë sigurinë energjetike të vendit dhe në të njëjtën kohë këto investime private nuk janë thjesht projekte energjetike. Janë investime që krijojnë vende pune, investime që sjellin teknologji dhe padyshim transferojnë know-how, investime që rrisin të ardhurat dhe fuqizojnë ekonominë lokale. Nëse do ta shikonim këtë si një komponent të zhvillimit të sektorit, Shqipëria sot po investon shënsishëm në linjat e transmetimit. Linjat e transmetimit të Republikës Shqipërisë tashmë lidhen me të gjithë fqinjët tanë, duke shpresuar shumë që tashmë që Shqipëria pothuajse e ka përfunduar të gjithë linjën që shkon në drejtim të Maqedonisë Veriut dhe shpresojmë shumë që të njëjtën gjë të bëjë edhe shteti Fqinjë dhe ta sjellë sa më parë linjën në kontakt duke krijuar kështu pra vijimësinë e korridorit të 8. Shqipëria është një nga vendet më mirë të lidhura në sistemin e transmetimit që i jep kështu një garanci investitorëve të huaj se duke ndërtuar parqet e tyre eolike apo fotovoltaike në Shqipëri, ata e kanë të garantuar tregun e lirë jo vetëm Ballkanas, por edhe atë europian. Sektori energjetik është gjithashtu një motor i qartë në ecurinë drejt integrimit të vendit, si një nga sektorët më të vlerësuar nga organizmat e partnerët ndërkombëtar, duke klasifikuar Shqipërinë si të parë në nivel botror për qëndrueshmërinë energjetike, si dhe një nga sektorët me ecurinë më pozitive të vlerësuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian të vitit 2026. Dua të them qartë se qeveria shqiptare është e vendosur të vazhdojë mbështetjen për investime private në kapacitete të reja gjeneruese, veçanërisht ato që janë të qëndrueshme, të përgjegjshme ndaj mjedisit dhe ndaj komuniteteve dhe të integruara me tregjet rajonale dhe europiane. Ne nuk po flasim më për plane në letër, po flasim për megavator të instaluar, për miliarda euro investimet të huaja dhe projekte që funksionojnë në teren dhe që vjelin avantazhet e një shteti i cili e ka të garantuar që prodhimi i tij energjetik vjen nga burime të rinovueshme. Përjedhoj edhe
taksa e karbonit, që produktet energjetike me origjinë shqiptare e përllogaritur nga Komisioni Evropian është 0. Kjo sepse Shqipëria ka investuar në mënyrë të zgjuar dhe me politikat të qarta që garantojnë integrimin e tregut energjetik në atë evropian, të një sektori që ka garanci se do të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme. Të dhënat e sistemit energjetik sot në të gjithë segmentet e tij tregojnë ecuri pozitive dhe rezultate konkrete të politikave sektoriale. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes, krahasuar me vitin 2013 kur ishin mbi 45%, kemi mbyllur vitin 2025 me 16.9%. Niveli i argëtimeve në furnizim është 100%, krahasuar me vitin 2013 kur ishte 90%. Kapacitetet gjeneruese janë shtuar me 1500 megavator, krahasuar me vitin 2013. Prodhimi i energjisë në vend vijon rritjen e përvitshme, duke siguruar gjithnjë e më shumë mbulim të konsumit vendas, i cili është rritur në mënyrë ekspansionale, jo vetëm për shkak të industrive të cilat vazhdojnë të përdorin Republikën e Shqipërisë energjinë elektrike, por edhe të njësive të reja të banimit që tashmë ngrohjen e kanë me sisteme teknologjike të modernizuara. Ndërprerjet e energjisë elektrike janë në minimumin historik të tyre, zakonisht avarit duan vetëm disa minuta për të rikuperuar. Përgjithësimi teknologjik i rrjetit të shpërndarjes vazhdon rregullisht në zonat qendrore dhe ato rurale. Rehabilitimi i plot i heceve në kaskadën e Drinit, pra hecit Koman dhe hecit të Fjerëzës dhe të Baut të Dejës, vazhdojmë me të gjithë negociatat për sa i përket lidhjes kontratave financiare me partneritetet e huaja. Investimet në transmetim synojnë ngritjen e një rrjeti jo vetëm toksor, ashtu siç e kemi deri më sot, por edhe një rrjeti në New York për të na lidhur direkt me Europën përmes Italisë, dhe studimi i teknologjive të reja, padyshim, dhe pompat hidrike, ato që ne i quajmë pumping system, të cilat parashikohen edhe për kaskadën e Drinit, por edhe në zonën e Moglicës, pra dhe nga Shtatkrafti, një kompani tjetër ekselence që operon në Republikën e Shqipërisë, do të rrisin kapacitetet tona produse me 1600 megavator të tjera. Dhe çka është më e rëndësishme, është parafrimi ligjor i ligjit të sektorit, i cili është pjesë e kapitullit 15 të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ne nuk po ndërtojmë thjesht projekte për të sotmen, ne po ndërtojmë themelet e një sistemi energjetik që do t'ju shërbej dekadave që do të vinë, do t'ju shërbej brezave që do të vinë, një sistem që vendos në qendër qëndrueshmërinë, furnizon ekonominë dhe na afron çdo ditë e më shumë me objektivat tonë europian. Në mbyllje dua të shpreh mirënjohjen time të veçantë për kompaninë CWP, për besimin e treguar dhe kontributin e saj konkret në ekonominë shqiptare, për durimin dhe punën e përbashkët që kemi bërë gjatë këtyre 2 viteve, dhe dua t'i garantoj se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë padyshim do të jetë në krahun tuaj ashtu siç ka bërë në këtë rrugtim të gjatë, tani me marrjen e autorizimit për nisjen e fazës konkrete të ndërtimit të parkut eolik të Tropojës prej 600 megavator prodhim. Një falënderim i sinqert gjithashtu shkon për të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar që kanë mbështetur reformimin e sektorit energjetik, veçanërisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për angazhimin dhe nxitjen e vazhdueshme të investimeve amerikane në energji, si dhe për të gjithë suportin e posaçëm për këtë projekt për cilin jemi mbledhur këtu sot. Projekte si parku eolik i Tropojës janë dëshmia më e qartë se Shqipëria nuk ndodhet më në fazën e premtimeve, por në fazën e rezultateve konkrete. Rezultate mbi të cilat mund të mbështetet me besim çdo investitor i huaj në vendin tonë. Shqipëria është një vend i hapur për investime serioze dhe partneritete strategjike. Shqipëria është një partner i besueshëm dhe Shqipëria po ecën me hapa të sigurt drejt një të ardhme energjetike të qëndrueshme, të fortë dhe europiane. Do të ftoja këtu tani presidentin e CWP-s për Europën, për t'i dhënë autorizimin, certifikatën dhe për t'i lënë edhe rastin për të folur për këtë projekt që për shqiptarët ka një domethënie. Faleminderit.